Qof lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Si çdo mbrëmje edhe në këto momente do lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e hënë dhe jemi në javën e 4 të kohës së kreshmeve. Psalmet i marrim nga java e 4 e psalterit. O hy mëja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. O Jezus, je themeluesi i agjërimit të kreshmeve, më ngjillet na i mësove për shërim të mendjeve. Bëju tash krah kishës, pendesës që ndroj pran, shtrir për dhe të lutemi të falësh mëkatet tonë. Ti fajet e ribëra, shlyej me hirin tënd, erojën ka armja me shumë butësi përdore. Të shpërblyer nga veprat vjetore të pendimit, të shkojmë në gëzimet e pashkëve, të denja për kremtimin. Ty gjithësia e sendeve, të adhurov trinie mëshirshme, me faljen tënde të përtrir, të këndojmë një këngë të re. Amen. Antifona e parë. Ta lavdërojmë Zotin, hyjin ton, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Psalmi 136, pjesa e parë. Himn i pashkëve. Lavdëroni Zotin sepse është i mirë, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Lavdërojeni hyjin e hyjnive, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Lavdëroni Zotin e zotave, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Ai i vetmi bëri mrekulli të mëdha, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Me dije të madhe, ai e krijoi qiellin, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Ai e forcoi tokën mbi ujëra, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Ai i krijoi dritëdhënësit e mëdhenj, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Diellin që ta sundoi ditën, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Hënën dhe yjet që ta sundoi natën, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ta lavdërojmë Zotin, hyjin ton, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Antifona e dytë. Të mëdha e të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot hy i gjithëpushtetshëm. Psalmi 136, pjesa e dytë. Falënderim Zotit për shëlbimin e tij. Ai e goditi Egjiptin në të parlindurit e tij, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. ai e nxori Izraelin nga mesi i tyre, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Me dorë të fortë e me krah të fuqishëm, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Ai e ndau dysh detin e Kuq, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. E kaloi Izraelin për mjedis të tij, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. E plandosi faraonin e ushtrinë e tij në detin e Kuq, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. E udhëhoqi popullin e vet në përshkret të tirë, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Ai i goditi mbretërit e mëdhenj, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Vrau mbretër të fuqishëm, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Sehonin mbretin e Amorrejnve, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Edhe Ogun mbretin e Basanit, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Dhe i dhuroi tokën, pronën e tyre, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Për trashëgim Izraelit popullit të vet, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Ai na kujtoi në përvujtrimin ton, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Ai na shpëtoi nga armiqtë tan, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Ai ju jep ushqim të gjitha gjallësave, sepse e jashtëmshme është dashuria e tij. Lavdërojeni Perëndinë e qiellit, sepse jashtëmshme është dashuria e tij. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Të mëdha e të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, hyj i gjithëpushtetshëm.
Antifona e tretë. Tani po përmbushet plani i Zotit, që Krishti të bëhet zemra e botës. Kënga krahason me letrën e Efesianëve, kapitulli i parë, rreshti 3 deri në 10. Hyi shpëtimtar. Qoftë bekuar hyi, Ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na bekoi me çdo bekim shpirtëror. në qiell në Krishtin, Në të na zgjodhi, para krijimit të botës, që të jemi të shenjtë e të papërlyer. para ti në dashuri, Ai na parashënoi për vete, të jemi bij në shpirt, në saje të Jezu Krishtit, me pëlqimin e vullnetit të vet, për nder të lavdisë së hirit të tij. me të cilin na pajisi me anë të dashurit, Në të në saje të gjakut të tij, e fituam shpërblimin, në të na u falën fajet, me anë të begatisë së hirit të tij, të cilin hyi e ndikoi në ne. bashk me çdo urti e kuptim, Ai na vuri në dieni, mbi misterin e vullnetit të vet, synim që lirisht kishte vendosur, qysh më parë ta kryente në të, kur të plotësoi koha, të vërë çdo gjë nën kryesinë e Krishtit, të gjithë qëndësit, që janë në qiell e në tokë, lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Tani po përmbushet plani i Zotit, që Krishti të bëhet zemra e botës. Leximi i shkurtër marrë nga letra drejtuar Romakëve kapitulli 6 rreshta 12 dhe 13. Mëkati të mos mbretroj më në trupin tuaj të vdekshëm, që t'ju bindeni prirjeve të tija. As mos i vini gjymtyrët tuaj në shërbim të mëkatit si vegla pa drejtësie, por vini vete në shërbim të hyjit, por si të gjallë, të kthyer nga të vdekurit, dhe gjymtyrët tuaja bëni vegla drejtësie për hyin. Përgjigje e shkurtër. Do të paraqes fli drejtësie, do ta shoh dritën e fytyrës sate. Do të paraqes fli drejtësie, do ta shoh dritën e fytyrës sate. Shpresoj në ty, o Zot. Do ta shoh dritën e fytyrës sate. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Do të paraqes fli drejtësie, do ta shoh dritën e fytyrës sate. Kënga ungjillore Magnificat. Antifona. Jezusi kishte thënë: Djali yt është shëndosh e mirë, i Ati e njohu kohën dhe besoj ai e mbar shtëpia e tij. Kënga e Virgjës së Lume sipas Lukës Ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin, Shpirti im me harej i brorit hyjit shëlbuesit tim, sepse shikoj me pëlqim mbi shërptoren e vet të përvuajt, qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. sepse punë të mëdha bëri për mua hyj i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij, Mëshira e tij brezni më brezni, për ata që e druajnë. e tregoj fuqinë e krahut të vet, I hodhi poshtë qëllimet e krenarve, i rrëzoi princat prej froneve të tyre. e i lartësoj të përvuajturit, Me të mira i mbushi ata që s'kishin ç'të hanë, e të pasurit i nisi duar thatë, i ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet, duke e sjell në mend mëshirën, si u apati premtuar etërve tanë. në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në amshim, Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezusi kishte thënë: Djali yt është shëndosh e mirë, i Ati e njohu kohën dhe besoj ai e mbar shtëpia e tij. Lutjet e besimtarve. Qoftë madhëruar hyi atë, i cili me gojë të birit të vet ka premtuar për të na dhënë gjithçka t'i kërkojmë në emër të tij. Të përshkuar nga besimi në këtë premtim ta lusim. Ji i but, o Zot, me popullin tënd. O Zot, ligjin që na ke dhënë në Sion nëpërmjet Mojsiut, ti e ke përsosur nëpër Krishtin birin tënd.
Bëj që ta njohin të gjithë të shkruar në zemër dhe ta ruajnë duke e mbajtur beslidhjen me ty. Ji i but o Zot me popullin tënd. Bëj që të gjithë theprorët të kenë kujdes për ata të cilët u janë besuar dhe zemrat e të nënshtruarve bëj të gatshme që t'ju ndihmojnë atyre. Ji i but o Zot me popullin tënd. Forcoje mendjen dhe zemrën e misionarëve me fuqinë tënde dhe gjithkund në përbot, zgjos sa më shumë njerëz që t'ju bashkohen atyre në këtë punë. Ji i but o Zot me popullin tënd. Bëj që bashkë me moshën e të rinjve të rritet tek ata edhe hiri yt, dhe të gjithë të rinjve ndihmoju që të rriten në dashuri ndaj teje dhe të çmojnë një jetë të ndershme. Ji i but o Zot me popullin tënd. Përkujtoj të gjithë vëllezërit tanë që kanë kaluar në amshim dhe bëj pjesëmarrës të jetës së amshueshme. Ji i but o Zot me popullin tënd. Ati ynë që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Art mbretëria jote, u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Zot, ti që e përtrin botën me sakramente të madhërueshme, po të lutemi, drejtoje kishën tënde me dije të amshuar dhe mos ja mungo ndihmën tënde të përkohshme. Në për Zotin tonë Jezu Krishtin birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me Shpirtin Shenjtë hy për të gjithë shekujt të shekujve. Amen. Zoti na bekoft, na ruaj prej çdo së keqeje dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.